Miqtë e mi, përshëndetje. Sot jemi këtu në Baçja. Do bëjmë gjithë trupat e pemëve me gur kali dhe gëlqere. E kemi tretur gurin e kalit me pak ujë ngrohtë. Ka 2 ditë që rri këtu. Kjo esencë kam futur pak në përkova, e kemi tretur mirë. Dhe pasi ta shkrim mirë e mirë, do vazhdojmë t'i lim pemët, sepse dhe sonde është natë në Vruzi dhe kanë qef një makjazh gjithë pemët, sepse është bërë interes edhe pemën posi nejt e ati dhe ajo nuk prodhon dhe na e marrim me të mirë, edhe këto na e shpërblejnë. Inshallah do t'u vjen barë, ja kjo do dhe pak, ajo ka ngjyrë. E kemi tret gurin e kalit se du t'ri mbi 2 ditë. Ose do t'rish ta përzish, ose e fut në ujë ngrohtë, e le me një enë, jo shumë të nxehtë, dhe shkrihet avash avash, ja o shkriki. Dhe si që shef të shi esenca është gati, po thuja e bërë. Do vazhdojmë t'i lim. Gjitha pemët, kemi ujë rezervë, kemi gëlqere tjetër. Për këto pemët që kam gjithsej unë këtu, rreth 400 pemë, duhen të paktën 5 kg gur kali dhe 30 kg gëlqere për të bërë gjitha pemët. Asi që shini dhe shi është përgadit kjo, do vazhdojmë t'i bëj gjitha pemët. Pra mish, gëzuar dhe këtë natë në Vruzi, një ditë pas ditës Beramit, kanë qenë ditë festash dhe kemi kaluar bukur gjithë. Respekte nga tu gjithiku. Ja pra, kështu do duken gjitha kur të mbarojmë gjitha pemët. Do thanë dhe do zbadhë dhe pak, por këtë ngjyrë do kemë të bukur dhe efikases. Nuk është thjesht bukuria, është ajo që të bëjmë dobi nga pemët.